Nëse qeveria e Kosovës kthehet prapa datës 25, atëherë ky është një rrezik i madh, thot Lëvizja Vetvendosje. Shpend Ahmeti nga Vetvendosje tha se sa i përket marrëveshjes mes generalit Erhard Büller dhe Borislav Stefanovićit, kjo çështje është mjaft shqetësuese. Ai tha se reagimet e qeverisë nuk duhet të jenë vetëm deklarative. Më pastaj se pranon apo një zbutje e komunikatës, tregon se qeveria është ndruar një spektator, edhe se marrëveshjet i merr vesh nga mediat, e më pastaj i komenton dhe i vlerëson ato nga mediat. Ne kemi thënë edhe në fillim që aksioni i policisë dhe i forcave speciale të Kosovës ka qenë ajo që e ka faktorizuar qeverinë e Kosovës në veri, sepse më përpara nuk ka qenë faktor. Dhe mos aksioni tash dhe tërheqja nga aksionet e tilla e defaktorizon qeverinë e Kosovës dhe tani më pothuajse as nuk jemi palë në diskutimet për shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës. Ahmeti ka thënë se gjendja në vend nuk është e zakonshme, meqenëse sipas tij qytetarët janë mjaft të shqetësuar, andaj ai thotë se do të duhet të shpallë gjendje jashtëzakonshme.